Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Sot pranë jush vi me një ngjarje, me një rrëfim që realisht asnjëherë nuk dua t'i sjell këto. Por nëse më pyesni pse sjell rrëfime të tilla, është vetëm një arsye. Arsyeja që të tregojmë dhe të këshillojmë këto njerëz që fëmia është dhuratë nga Zoti dhe ti nuk mundesh ta dënosh këtë fëmijë për një gabim që ka bërë, imagjinoni fëmijë, duke e varur nëpër dritaret e banesës tënde. Kjo fotografi ka ndodhur në një vend të Turqisë, ku një baba, duke mos e duruar dot fëmijën e tij për zhurmën që ka bërë në shtëpi, për problemet që ka bërë në shtëpi që mund të bëjnë probleme për shembull fëmijët, ai ka marrë një vendim. Ka marrë një vendim që vajzën e tij në një moshë shumë të vogël, ta varën në dritare, në një banesë të katit të 8. Imagjinoni sa e tmerrshme. Dhe gjitha kjo gjë ka ndodhur vetëm për faktin sepse vajza ka qenë e zhurmshme, ka qenë e gjallë si fëmijë, ka qenë fëmijë dinamik, dhe babai, që unë personalisht nuk mund ta quaj këtë baba, por babai nuk e ka duruar dot, edhe fëmijën e tij e ka dënuar në këtë mënyrën, duke e varur në dritaren e kësaj banese. Jo më kohë të solla pranë jush për ta komentuar të gjithë së bashku dhe për të dhënë të gjithë një mendim. Unë realisht nuk e kuptoj dot se çfarë ka ndodhur në këtë univers. Nuk e kuptoj dot se çfarë ka ndodhur në këtë botë. Njerëzit janë pak të çuditshëm. Mënyra se si ato veprojnë është shumë e çuditshme. Për shembull, dikush nuk ka fëmijë. Dikush i lutet Zotit çdo ditë e çdo natë. Është i thyer në shpirt. Unë kam lexuar lloj rrëfimesh që ka prindër që paguajnë pothuajse të gjithë pasurinë e tyre që Zoti t'ju jep një fëmijë në jetë, shkojnë doktor në doktor, ndjekin kura të ndryshme, ndjekin rrugtime të ndryshme, vetëm që Zoti t'ju falë një fëmijë, por ka nga këto që Zoti ju a falën fëmijët, kanë nderin dhe kënaqësinë që të jenë prindër, ta jetojnë prindërimin, dhe më në fund këto njerëz bëjnë ca lëvizje që realisht janë lëvizje të frikshme, janë lëvizje të tmerrshme që unë nuk i perceptoj dot se deri ku mund të shkon inati, deri ku mund të shkon mlefi i një të ashtu quajturit prind që dënon fëmijën e tij, duke kërcënuar se do ta vret dhe do ta hedhën nga dritarja. Për mua është çnjerëzore, te kalon çdo limit. Unë e kuptoj, ndonjëherë njeriu edhe mund të jetë shumë i stresuar, mund të ketë shumë halle, mund të ketë shumë probleme dhe nuk i përballon dot emocionet, po ti nuk mundesh në asnjë mënyrë që fëmijën tënd, e cila është një moshë të vogël që nuk i mendon gjërat si mendojmë ne të rriturit, ta trajtosh në atë mënyrë sa që vajza jote e çmuar, begatia jote, të trishtohet dhe të përjeton një tmerr që realisht nuk është e bukur për ta përjetuar. Ai fëmijë po rritet tashmë me një tmerr, po rritet me një kërcënim që çfarë do të bësh ti në jetë, unë do të vras. Edhe automatikisht ai fëmijë tashmë mbyllet më vete, ai fëmijë tashmë futet në iluzione të ndryshme dhe që në moshën të cilën është, bëhet fjalë për një vajzë 6 vjeçare, ajo vajzë ka krijuar një botën e saj që unë kam një armik në jetë dhe ai armik është babai im, i cili mua nuk më lejon që unë të marr frymë lirshëm, të veproj lirshëm edhe të jetoj lirshëm. Unë nuk e solla pa u interesuar se çfarë ka dashur të bën ky baba dhe çfarë ka qenë arsyeja që këtë babain e ka sjell deri në këtë nivel që të mundohet të hedhën fëmijën e vet nga dritarja
për një çmenduri që ky baba nuk e ka perceptuar dot. Dhe kur e shoh cila është arsyeja, sinqerisht më neverit. Unë dua të këshilloj të gjithë prindërit, unë jam baba vetë, nuk flas në rolin e gazetarit. Deri më tani në asnjë mënyrë nuk kam patur një sjellje të tmerrshme, një sjellje të tillë me vajzat e mia, mundohem që t'i mbaj sa më afër, sepse unë mendoj në qoftë se ne e prishim shoqërinë tonë, në qoftë se ne e prishim të rinj të tanë, të rinj të prishen vetëm nga frika që ato e krijojnë në kokën e tyre për një baba të tmerrshëm i cili mundohet që të mbajë rregulla, i cili mundohet që të ushtrojë presione të mëdha në familje për të patur një familje ashtu siç ai mendon ta ketë dhe ashtu siç ai mendon ta ndërtojnë, që për mendimin tim është krejtësisht e gabuar. Unë mendoj që vajzat edukohen që të vogla, afrimiteti me vajzat i mbron jashtëzakonisht shumë, se nuk duhet haruar, vajza mbrojtjen e saj e ka babain e saj. Do me thënë, babai është arma që ajo vajzë mbrohet, edhe ti të sillesh me vajzën tënde në këtë formë brutale, ti thjesht po krijon një vajzë që nesër do të bën gabime, sepse ajo për të shpëtuar veten do të shkon të mbështetet diku, ajo për të shpëtuar veten do të shkon pranë një njeriu, dhe mua më duket çnjerëzore që një baba të ketë një sjellje të tillë kundërdrejt fëmijës së vet, kundërdrejt vajzës së vet. Sinqerisht më dhimbset shumë që njerëzit krijojnë momente të këtilla në familje, që njerëzit krijojnë drama të tilla që realisht janë të neveritshme për t'i parë dhe janë shumë shokuese. Unë shpresoj që autoritetet turke, edhe pse jam i bindur që autoritetet turke do veprojnë nga që e kanë dëshmuar veten në ngjarje të këtilla që kanë qenë të jashtëzakonshëm, domethënë i kanë shkuar gjës nga fillimi deri në fund për ta kuptuar zanafillën se nga ku ka ardhur kjo gjë, shpresoj me zemër që të bëjnë më të mirën për këtë vajzë, që vajza ta kalon këtë presion, ta kalon këtë kërcënim, dhe shpresoj që ky baba të merr dënimin e merituar që të gjithë baballarët e tjerë që kanë marrë epitetin baba dhe nuk din ta respektojnë, të merren në dënimin siç do të merr kjo qenie që inatin, mlefin e përditshëm e nxjerrën tek fëmia i tij, e nxjerrën tek gjëja më e shenjtë që Zoti i ka dhënë në univers, që realisht gjëja më e shenjtë është fëmia. Unë shpresoj që kjo gjëja të përfundon këtu dhe ky baba të merr dënimin. Do t'ju kisha këshilluar të gjithëve, respektoni fëmijët tuaj, bëhuni baballar të suksesshëm, bëhuni baballar të ndershëm, sepse fëmia është dhurata më e bukur që Zoti ta ka dhënë në këtë univers.